81 vjetori i çlirimit të vendit nga pushtuesit nazifashist u përkujtua edhe në Lezhë, në ndërim të kësaj ngjarje të rëndësishme, veteran të luftës, pasardhës të familjarëve të dëshmorëve, përfaqësues të institucioneve dhe deputet të Partisë Socialiste vendosën kurora me lule dhe bën homazhe pranë varrezave të dëshmorëve. Kryetare e organizatës së veteranëve dhe pasardhësve të tyre në Lezhë, Marte Simoni, solli në kujtesë sakrificën dhe kontributin e të gjithë atyre që dhanë jetën për çlirimin e vendit. E rëndësishme për popullin tonë. Ne i kemi përkujtuar, i kemi të gjitha ngjarjet e luftës dhe sot në këtë ceremoni të thjesht për ne mase ju duket dikuj për madhështore për rëndësinë që ka. Ju uroj të gjithëve gëzuar festat, shëndet e jetë në familjet tuaja dhe gjithmonë festofshim këta të rrojmë dhe t'i kujtojmë. Në aktivitetin organizuar nga Bashkia Lezhë për 81 vjetorin e çlirimit, nuk morën pjesë asnjë përfaqësues i opozitës në këtë qytet.